Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastër tërhamdin falenderimin për uljen në nështrimin i ashprehim atij. Allahun ton e falenderojmë për i tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, mirësi dhe begati kërkojmë. U dërgojmë selavatet dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastër që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti, mirësitë dhe begatitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi ne besimtarëve musliman që me krenari dhe me përullësin më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jonë dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, ne edhe sot do të ndalemi me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, sigurisht edhe me durimin e ju për pak minuta, për ta këshilluar veten tonë, edhe ne në përgjithësi, me këshillat e arta të Zotit te bareke ve teala, me fjalët e ndritura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka këshilluar jo vetëm në Ramazan, na ka këshilluar jo vetëm dhe ka kërkuar nga ne që jo vetëm në Ramazan të jemi besimtar, të jemi të sinqert, të jemi të kujdesshëm, të jemi namazli e kështu me radhë, por se Ramazanin na ka treguar se ne i ka dërguar Allahu xhalleshanuhu një trajnim, një mujor, në mënyrë që njohurit që i marrim ne nga ai trajnim, trajnimin që e fitojmë nga ai trajnim një mujor, me e praktikue atë pas atij trajnimi. Pra qëllimet, synimet e trajnimeve dhe tonat sot në dynja, që i kemi marrë shembull nga Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, se trajnohemi për çka? Në mënyrë që mësimet që i marrim prej atij trajnimi me i praktikue gjatë jetës pas trajnimit. Edhe qëllimi, edhe fshehtësia, edhe ëmbëlsia, edhe mirësia, edhe bukuria e madhe, e pakrahasueshme dhe e papërsëritshme një herë tjetër përveç në Ramazanin tjetër, e Ramazanit të bekuar është që neve me na i dhon një trajnim, një mësim, një shkollë, një edukat që pas Ramazanit na ato me e praktiku, aq sa mundemi, sepse Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu në Kur'an na ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, fattakullaha mastata'tum. Frigojuni Allahut aq sa mundeni. As nuk ka thonë frigojuni kaq, as aq, as kështu, as apo ashtu, po sa të mundni. Sepse një mos kuptimi drejt i këshillave të Zotit, i këshillave të pejgamberit alayhi salatu vesselam, na ka bëu fatkeqësisht që ne xhamatin musliman, ne muslimanëve, më na ndon nga një herë në disa grupacione, në disa mendime, çështje të caktuara, që për besimtarët, për umetin, janë vetvrasja më e madhja që i ndodh umetit islam, që i ndodh muslimanëve. E para, nga mos kuptimi i drejt edhe i Ramazanit, edhe i islamit në përgjithësi, një pjesë e jona, vllaznive, motrave, nënave, baballarve, njerëzve tonë, nuk po fetarizohen fare, po frigohen me u fetarizu, po tuten me ardhë në xhami. Pse? Jo hoqë se une
si të vinë xhami, ja i lo krejt gjynohet, ja i lo krejt rrugët, ju të mira, ja zviheq. Mja bo si kur filoni e fisteki, ja nisë me t'i numru me emna, që shkën xhamie tani masi del pe xhami se bën filon punën e shkon këtu e bën kështu e bën ato e bën këto e bën kënej e bën anej, çashtonë s'ja bëj hiç. E që kjo është qasja dhe mendimi më i gabumi i një pjese të vllaznive e motrave tona. E që unë mundohem pak mu bove të kritik, mendoj që një arsye të vogël që ky grup e morrin prej një pasqyre që ja vëdhom na një grup i do fetarve, të cilët edhe këta e kanë keq interpretue gjithashtu fenë edhe islamin, duke mendue se si të fetarizohet njeriu, duhet me hi brenda kafozit, brenda 4 mureve, me u mbyll që aty, edhe u kry puna me jetën, me punën, me aktivitetin, me miqësin, me ahengjet, me dorsmat, me jetën, me gjonat, është funda jo. Apo dënë me konë fetor, apo dënë me konë tamon, ma djetani edhe e keq përdorin, shumë e keq përdorin, Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit, apo dënë me konë me sunet, apo dënë me konë tamon, që shka po, që shka thonë, pejgamberit mushet menja që aj zotnia, e ka po pejgamberin, e ka nejt me pejgamberin, ma shumë se sahabët që na kanë treguar se kush u kon, çysh u kon, çka ka bë, çysh ka vepru, fjalët e tina që na kanë ardhur përmes tyne. E nëse do me kon çashtu çka do të më bë, do të më lon jetën, do të më lon familjen, do të më lon gëzimin, do të më lon arktimin, do të më lon krejt, edhe mu mbyll mbrana një kafozi, brenda 4 mureve, edhe u kry puna me jetën, me shkurërzu jetën 7 herë, edhe me u bo një farloj njeriu i mbyllur, bile ka i herë i shuhum që edhe në pomje, edhe në fytyrë, nuk janë ata të duhurit. S'keshin tutën edhe me kesh tutën. Që ky bre, shtjera bre. Tha pejgamberi alayhis salam buzëqeshe o sadak, mos ki çka mi bo vllau ton musliman, bile një buzëqeshe e vja. Jo po adin, mos po menoj njerëzit që e ke qysh qaraveshet, qysh kesh. E tani, që të grup njerëzish kur pishohin ata që jën jashtë, po thonë, ja, qështu, unë sfetarizohë na heq. Ose, grupi tjetër, që gjithashtu, edhe këta, ende nuk e kanë kuptu bëllë, qëllimin e Ramazanit, ëmbëlsinë e Ramazanit, mirësinë e Ramazanit, dhe po kujtojnë që musliman, fetar edhe besimtar do të konë veç në Ramazan. Dhe si të kalon Ramazani, ja bala shtë hoqën, një mujtet me nëzë uqin rova, me nëzë durova, pa ngojë, të fështë dhe për të vjetë, pa shkua neje, këneje, bala shtë një mujtet Ramazan, hajtë se vjen Ramazani tjetër, apeton e vi, mos e kider. Sikur po mendojmë që, qka do të me u shkput për jetës, mi bo një dy lloj i të jetëve, dy forma të tjetuarit, një herë jashtë, një herë mrena. Ndryshe jashtë, ndryshe mrena. Ramazan li nuk është mirë me konë besimtari. Vepra më e mira, ka thonë Allahu Gjellëshanuhu dhe përmes pejgamberit alayhi salatu vesselam, është ajo që bëhet e vazhdueshme. Sa do e vogël kuft, po është e vazhdueshme, e pa ndërprerje, është më e mira te Allahu Gjellëshanuhu se një vepër shumë e madhe, e që
e bojnë me epizoda, me foza, veç në Ramazan. Jo se nuk përfundon me Ramazanin nevoja tona për Allahun. Se Allahu nuk ka nevojë për adhurimin tonë as në Ramazan. Ne e dim këtë çështje. As Ramazan, as jashtë Ramazanit, as para Ramazanit, as mas Ramazanit, as hiç. Ajo është Zot edhe ka me metë Zot deri në Kiamet. Pavarësisht na e adhurojmë, as e adhurojmë, a bojmë mira, a bojmë keqa, gjithçka e bojmë për veten tonë. Dhe grupi tjetër, ai mesatori, ai i duhuri, jeton edhe jashtë Ramazanit, edhe në Ramazan, edhe para edhe mas Ramazanit, me Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Dhe Ramazanin e kupton drejt kupton si një mundësi e mbushjes së magazinave tona me mirësitë e Zotit Gjelle Shanuhu, në mënyrë që ato pas Ramazanit me i përdor na, me i shfrytëzue na në punët tona, në jetën tonë, edhe nëse gabojna mas Ramazanit, apet pendohni. Edhe nëse gabojna mas Ramazanit, e kem 6 ditëshin e Shevalit e agjerojmë, e në llogaritën sikur mi agjerue tër vitin, e kështu me radhë, e nuk ka përfundur dera, e nuk është mbyll dera e pendimit edhe dera e rikthimit edhe përmirësimit të Allahu Gjelle Shanuhu, as pas Ramazanit. Pra jo me e kuptue jetën si të mbyllun, si të kufizum, sikur shembulli i ati burrit e kish marrë një burr fëmijën e vet për dorë, edhe kish një që me një lagje është një mësus i ditur, një njeri i ditun, edhe e çon djalin e vet te mësuesi i ditun, thotë e komprue me shkollu, me mësu, me javon dijen tonë, dhe mësuesi ja bon me njëherë një farloj testi, ashtu me thonë, e merë me e këqyr sa është i informum, sa është i formum. E merë jamush një lugë me vaj. Edhe i thot, merë qit lugën me vaj, edhe dil, shëtit në për porkun tem, në për boshqen tem, këqyr që ka po sheh në për kopsh, në për boshqe, edhe kur të vish mrena, më tregon. Ruje vojin mos e derdh, edhe hajde apet mrena këtu. Del djali, kujdesin mos ve derdh vojin, e ty këqyr vojin, e lugën, sillet rreth kopshtit, edhe vjen mrena, e ka rujt vojin, nuk e ka derdh, po kur gjopi kopshtit s'ka po. Thët, qka pen kopsht, qyshish kopshti? Vëlloj, hoqo, nuk po kur gjohë, pse? Se tu mënu mës me derdh vojin. Thët, po në thash, ruje vojin, po dhe këshyre kopshtin. Amo nuk thash, mës e derdh kur qysh vojin. Edhe del edhe njëherë. Thët, hajtë del provoj edhe njëherë. Del edhe njëherë, lugët e ndorë, tu ecë, e qënë kryt me këshyrë diçka, pak i dridhe dora, derdhe do vaj, hajtë edhe pak, kthehet mrena, lugën ma shumë se përgjyst e ka derdhe me vaj. Po tash, ka poe, thët në kopsht ishte një lule e bukur, ish një pem, ish një dardh, ish një moll, ish një kështu, kopsht ish i formum kështu, qështu, tash din me i kallëzue, qa ka pojnë kopsht. Dhe kur vjen mrena, lugën ma shumë se përgjys, derdhën me vaj, edhe për pyt, tash kuj dituni, thët,
Thët kopshti ish qështu, kish qëtu një lull, qëtu një pen, qëtu një darë, qëtu një mollë, qështu ish. Thët po, vajin e këm derdh ma shumë se gjysën. Thët po ti vajin e ke derdh, sepse kulib një adem khata, nuk ka njeri që s'gabon. Nuk është qëllimi i Zotit të njeriu mos me derdh vajin, me ja qu Zotit vajin e paprekun, me ja qu Zotit trupin ton të paprekun, pa asnjë gabim, të mbyllun mrena kufinit atë të rrek, edhe hiç pa mkote, pa gjunohe, ja. Mase mos po bomi pejgamber, asisht, mos po synojna mu pejgamberizu, mu profetizu e dikush. Nuk është qëllimi i Zotit të njeriu me mbyll mrena kufinit edhe me botë pagabushëm. Mos sot një ecni në për dynjo. Nëse derdhet vaje e mush shumë apet, për çka ka qenë Ramazani? Për me na i mush lugt me vaj. Gjatë jetës na të ec, ka pak bojmë gabime, ka bojmë kote, rikthehemi apet, pendohemi apet, e mushum apet lugën, apet kena me derdh, apet e mbushum. E qështu me radhë. Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu po thët, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriun për te mundësive që i ka. E ka kriju e gabimtar, na ka kriju gabimtar, na ka kriju e mëkatar, dhe nuk na ngarkon për te mundësive që na i kemi. Prandaj, e janë të jetojmë, të bashkjetojmë, të punojmë, të ecim, të ndërtojmë, të përparojmë, të mësojmë, të studiojmë, sohër gabojmë, të rikthehemi apet Allahut, ai i cili 24/7 na pret, që na të pendohemi, na të rikthehemi te Allahu te bareke wa taala. Dhe as mos provojna mu profetizue e mu mbyll mrena 4 mureve, se pëdojna me kont pagabushëm, se tash kena akumulue shumë të mira në Ramazan edhe mos t'i harxojna ato. Qëllimi i akumulimit edhe i grumbullimit të mirave, çka është? Me i shfrytzu ato. Gjatë verës punojna për çka? Për me hongër dimnit, apo? Kur e hopum një pos, një bunar, e hopum ujin e tina me përdor, a me mbyllë dhe me lonë që atë shuj se kena grumbullu do uj, edhe tash mos ta prekum se mos me harxojna. Jo, shtynë e matorin, shtynë e raketen, shtynë e maqinën edhe përdore, po harxohet, po vjen apet. Se vjen apet Ramazoni, vjen apet ajo fest, vjen apet ajo mundësi, vjen sabohi, vjen dreka, vjen akshomi, vjen ikindia, vjen jacia, vjen rastet e pendimit, vjen momentet, vjen kohët e pendimit, të rikthimit e Allahu, Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu apet. Po u harxhit uji gjatë verës, po vjen dimni, vjen shi, vjen borë, akumulohet, grumbullohet apet. Sepse nëse na provojna mi akumulue, mi bo tub, veprat edhe mos mi prek ato hiç, ato kanë mu prish turshit kur t'i shtina. Nëse nuk i përdorum, ato prishen. Një ujë që nuk ecë, akumulohet, edhe nuk përdoret, ai nuk pihet. Mos t'i bojna të papishme, të papërdorshme veprat e tona, mos provojna mi akumulu veprat tona, edhe mi mshen, mi shti turshi edhe mi lon aty pi frigës, se harxohen ja, mos po gaboj edhe tani bëhet kiameti. Allah na falt, na mëshiroft, na bëf me kuptue drejt qëllimin, synimin e Zotit te bareke ve taala. Hamd e falenderim pa numër dhe pa fund i takon Allahu Gjelle Shanuhu për krejt mirësi që ne i ka dhënë.